Të njëjtën pyetje kisha edhe për ju, kolonel Neziri. Si e shikoni këtë vizitë këtij zyrtari teje të lartë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO që viziton Serbinë. Më pas do kalojmë edhe te Kosova, por Serbinë, mesazhet e drejtë për drejta. Kthejni syt plotësisht nga ne. Është koha? Po, pikërisht kjo është mesazhi. Serbia kohët e fundit ka filluar të armatoset. Fort. Po, dhe ka edhe një projekt që vazhdon deri ka quajtur 2030. Aktualisht ka marrë raketa që kanë rrezë veprimi air-tok, që kanë rrezë veprimi ka gjithë shtetet e Ballkanit. Dhe natyrisht kjo nuk është shenjë e mirë. I ka marrë nga Kina. Po. Kështu që vizita, unë e shoh nga një pikpamje edhe tjetër, vizitën e shumë të rëndësishme të ambasadorit, që do të thotë Shtetet e Bashkuara, se ka patur një opinion sikur me gjithë këto kritikat e presidentit Trump sikur Amerika po largohet nga Evropa bashku, kjo tregon vëmendjen në fakt të Shtetet e Bashkuara në rajonin e Ballkanit. Është një rajon që akoma nuk ka zgjidhur problemet e saj përfundimisht dhe vëmendja e Shtetet e Bashkuara është domosdoshme. Kështu që unë besoj që kjo ka qenë, edhe stërvitja që do bëhet në maj, besoj, është në kuadrin e kësaj që për t'i thënë Serbisë që kjo është rruga që nëse do të integrohesh në perëndim. Pra nuk mund të vazhdojmë me të dy anët. Nuk mund të vazhdoj të armatoset nga Kina dhe të vazhdoj të dojë të integrohet në Bashkimin Evropian. General Gecaj, kisha dhe një pyetje për ju për ta vazhduar pikërisht tek vizita